Kemi pak me ditën botërore të mjedisit, një ditë e rëndësishme. Sot mjedisi ka ndarë mendjen që t'i bëj mirë vetes edhe tokës duke rënë shumë shi. Mirpo, tema e këtij viti është bizneset të cilët kanë politika mjedisore, miqësore. Ne flasim me një prej ambientalistëve dhe një prej njerëzve që e do shumë mjedisin në Shqipëri. Ai është Ened Mato nga Ecovolis. E kemi në studion ton paralele. Ened, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. E pamundur të vije me ku di unë, fadrom sot, jo me bicikletë, mendo të kishe bicikletën sot. Ka në paktën ca momente rrugësh te Komuna e Parisit dhe ca rrugë tjera që dhe me kamion me zi kalon, jo me bicikletë. Jo, por më tepër të kesh parasysh që kur bie shi, që ka një super fluks të lëvizjes automjeteve, se kështu e kemi na. Kuptimi që se lëm dot makinën kur bie shi, në vend çadrave se ndrojmë dot çadrën me makinën, pastaj nga ana tjetër është edhe lëvizja kaotike e mëngjesit që duhet pasur parasysh. Po na trego pak çfarë ndodh sot në Shqipëri në raport me ditën botërore të mjedisit. Atëherë, tema e këtij vitit, siç folët, është ekonomia gjelbërt. Bëhet fjalë për një lloj eficience për sa i përket gjithë atyre fabrikave, supermarketeve në mënyrën se si shfrytëzojnë burimet natyrore. Domethënë dhe logoja emblema e kësaj dite janë panele diellore, mullime erë, domethënë gjithë to alternativat e energjisë, të cilat duhet vijnë në eficiencë nga shumë supermarkete, biznese, kompani, industri. Dhe ideja është kjo, pyetja që i drejtohet këtë pesëqershor është gjithë bizneseve dhe gjithë supermarketeve, po ti je i përfshirë në ekonominë green ose në ekonominë e gjelbërt, sa i gjelbër dhe sa green është ekonomia apo biznesi që ju zhvilloni. Ama Ened, kjo ka të bëjë shumë edhe me le të themi vetdijen e personin që ka nisur aktivitetin apo edhe me dashamirësinë e tij për të punuar pastër në raport me mjedisin dhe ambientin, apo jo? Absolutisht. Ne duhet ta shohim që në familje konsumin që ne vazhdojmë akoma ngrohemi, gatuajmë me korrent, domethënë që është një konsum dhe një se tu është përdorim jo eficient i burimeve natyrore, ndërkohë që mund të gjenin mënyra alternative o me gaz o edhe panele diellore shpesh përdoren jashtë për të ngrohur dhe të paktën për ndriçimin. Ka kompani që investohen totalisht në pjesën e ndriçimit, në panele diellore dhe në alternativa shumë më pak kosto dhe me më shumë eficiencë. Por kjo është diçka që këtu në Shqipëri do vi edhe nga arsyet ekonomike, sepse gjithmonë më shtrenjtë po bëhet energjia elektrike dhe do ketë nevojë për alternativa si tipi paneleve diellore apo edhe mundive me erë. Janë gjëra që janë eksperimentuar sepse Shqipëria ka diell dhe është një gjë që do sillte goxha benefite dhe ekonomike, jo thjesht çështje ndërgjegjësimi. E drejtë, interesante sot po testohet edhe avioni i parë me energji diellore, edhe TG.com e kishte në faqen e saj të parë sot në mëngjes, kështu që presim rezultatet më vonë gjatë ditës. Nëse do ngrihen në Tiranë, kam përshtypjen që vjen në mungesë të diellit. Në mungesë të diellit sot nuk do të ishte i suksesshëm fluturimi. Na trego pak për politika shtetërore ka shi miqësisë me mjedisin, dhe kur themi miqësisë me mjedisin është që të ruajmë aq sa të mundemi, duke le themi i marrë të mirat, por dhe duke mos e dëmtuar. Duke patur parasysh se shtetet caktuara, jo vetëm perëndimore si Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe aziatike si Japonia dhe Korea e Jugut apo pjesa e Skandinavisë në Europë kanë vërtet rregulla shumë strikte kur vjen puna për licencimin e bizneseve të cilat ndosin ambientin. Tek ne a është ndërgjegjësuar politika shteti që do duhet të ishte më i kujdesshëm në raport me këtë? Kjo ngelet plaka më e madhe përse përket çështjeve mjedisore në Shqipëri. Domethënë, mënyra se si shfrytëzohen burimet natyrore, duke filluar nga guroret, nga projnët e lumeve, nga lejet ndryshme ndërtimi gjatë Bregdetit ose prerja e pemëve, pyjeve në rezervateve natyrore. Kjo është një kur dalim jashtë Tiranës, gjëja e parë që na bie në sy dhe që ndjehemi keq janë pikërisht të lloj fenomenesh. Është një shfrytëzim pa kriter që i bëhet disa bukurive natyrore ose edhe disa zonave të mbrojtura që janë se thua prioritare për sa i përket vlerave që kanë. Ndërkohë që ndryshon nga vendi në vend, secili ka një pikë caktuar ku i pikon çatia, domethënë, dhe për shembull një nga temat ishte edhe pikniqet green, në pikniqet e qëndrueshme dhe ishte një aktivitet 3-4 ditor në Bruksel dhe disa vende tjera të Evropës për ushqimin e qëndrueshëm, që është një si thua aktivitet ambientalist. Ndryshojnë shumë temat midis shteteve të Evropës dhe natyrisht do ndryshojnë
shumë më tepër për sa i përket Shqipërisë, sepse janë tjera lloj prioritete. Megjithatë, Enidi, për t'ju rikthyer edhe një herë pyetjes. Ajo që ti sheh dhe si njeri që futesh te kjo aspekti i shoqërisë civile që kontribon me ato që ti ke mundësi për të respektuar mjedisin në aspektin shtetëror dhe më të madh. Ajo që ti sheh në raport të sjelljes së shtetit me mjedisin, për politikat friendly apo miqësore me mjedisin, janë thjesht propaganda apo ka diçka reale në mes? Kuptoj, nuk jemi një shtet shumë i gjelbër, qoftë për qeverinë, qoftë për politikat që merren terren, domethënë dhe masat ndërshkuese shpesh janë minimale për sa i përket dëmeve dhe atyre pasojave të ndaja që sjellin mjedis. Nuk jemi, unë e shoh dhe e them shpesh të fakti që shpesh qeveria lëviz me makina pafund, domethënë me eskorta, me kështu, ndërkohë që distancat nga ministri, nga kryeministri janë ku vende dhe tjera janë distanca që mund bëhen dhe me këmbë dhe me biçiklete dhe është një mesazh shumë i fortë që jep dhe komunitetit edhe qytetarëve, domethënë që jo gjithmonë merret një eskort me 5 apo 6 makina për çdo lëvizje që bëjnë politikanët. Po kur bie shi lëvizje në çadra? Po kur bie shi e kuptojmë gjithë sepse ka dhe puceta që hapen nga rrymat. Mirë do ishte. Sot gjithashtu juve do të keni një aktivitet apo jo do të shëtisni nga njëra ambasadë në tjetrën. Urojmë që t'ju kenë në agendën për t'ju pritur, duke qenë se janë duke u marrë shumë me këtë çështje në president tek ne. Po, dy janë temat, presidenti dhe mamica. E treta pastaj vjen dita e gjelbërt ose si thuash një nga ato aktivitetet që janë shumë të rëndësishme në fushën e mjedisit. Në atë djalin që këndon mamicën e njohim, i themi hiq dorë për ca ditë nga intensiteti i mamicës t'i hapim krahun mjedisit. Dhe është shumë e vështirë, domethënë, jemi ndoshta emisioni i parë që po e trajtojmë, domethënë, këtë temë, shumë e vështirë që të ndërgjegjësosh dhe të angazhosh njerëz si thua për sa i përket ndërgjegjësimit masiv të qytetarëve. Sot është një stafetë gjelbërt simbolike që do përfshi shumë ambasada dhe mesazhi është që meqë dhe tema e këtij viti ishte më pak CO2, domethënë kompani dhe ndërmarrje ekonomi të cilat bëjnë maksimumin për të reduktuar CO2-shin. Dhe nisma jonë me biçikleta është një nismë pro reduktimit CO2-shit, kështu që dhe mesazhi që po japim nëpërmjet kësaj stafete me biçikleta është një mesazh simbolik i thjeshtë për më pak CO2 nëpër qytete. Por ajo është pak më e gjerë komplekse. Jam i sigurt që po të bëhej një lloj pikëzimi o rankimi, me qenë se ishim me universitetet pak më herët i programeve më green, Juni do dilte më green, kështu jeshil fare. Falenderojmë shumë që erdhë në studio, të urojmë një ditë të mbarë. Ne për biçikleta do të flasim edhe nesër, miq, një iniciativë goxha interesante, kështu që nëse jeni fan të kësaj na